Në fshat Maliq, çdo bor ruan ende një pjesë traditës së vjetër shqiptare, kultivimin e produkteve të tokës, ndërmjet spikaturat e antenat e mbushura me rush të varur. Në këtë fshat rushi nuk është thjesht frut, është pjesë e identitetit, i pranishëm në çdo familje. Në këtë zonë, një ndër kultivuesit më të pasionuar është Pëllum Muçollari, agronom me përvojë shumë vjeçare, i cili prej dekadash e ka kthyer dashurinë për rushin në mënyrë jetese dhe trashëgimi familjare. Me këtë punë kam mbajtur familjen, kam rritur fëmijët, i kam mësuar edhe fëmijët, edhe djemtë, dindi bëjnë këtë punë, edhe punojnë nga era me këtë punë. Sot puna e Pëllumit është bërë pjesë e identitetit familjar, një trashëgimi që kanë përqafuar dhe djemtë e tij, të cilët e ndjekin me të njëjtin pasion dhe kujdes. Por ajo që e bën historinë e tij unike është mënyra e veçantë e emërtimit të varieteteve të rushit. Ai nuk i quan sipas emrave shkencor, por sipas njerëzve që ja kanë dhuruar dikur. Kudo që marrin mbjell, i shartoj. Vetëm 2 rrënjë ja 2 varietet, një kam një vranecë, kam një muskat të bardhë. Të tjerët i kam rush me emra, domethënë pe fshat, janë që nga kanë ardhur, ku di që nga kanë ardhur. Rushi i Pëllumit përdoret për përgatitjen e rakisë tradicionale që familja e përdor gjatë dimrit. E njëjta traditë ndiqet nga shumë banorë të fshatit Maliq, ku pas viljes së rushit procesi vazhdon me mënyra të krejt tradicionale. Në këtë mënyrë banorët e fshat Maliqit sigurojnë verën, mushtin dhe rakinë e tyre për gjithë dimrin, një traditë që ruan aromën e tokës dhe shpirtin e njeriut të thjeshtë, që ditë jetojnë në harmoni me natyrën dhe me punën e duarve të veta.